kapitulli I urtësisë dhe I zbutjes së zemrave është një kapitull që në zemanin në të cilin ne dhe jetojmë është një pak mbrapadore, andaj ne dhe shohim që musliman që kur lexohet Kurani nuk I dridhet zemra, musliman që kur lexon ajetet e Allahut Azza wa Jall, ajetet e Kuranit është një lloj madje Zoti na fal kur ndëgjon një këngë, fillon edhe lëvizjen e ndjen më shumë se sa ajetet e Kuranit, ose kur ndëgjon një ai, fillon të çan më tepër se sa ndëgjon ajetet e Kuranit, ose një gjërat në të cilën shillohet thjesht ndëgjon, thjesht e përjeton. Absolutisht zemra ti nuk zbutet dhe kjo vjen si rezultat I neglizhencës së këtij aspekti të këtij kapitulli që është Barbarallakaj, kapitulli I zbutjes së zemrave të tona, I zbutjes së muslimanëve. Madje vëllezër të nderuar, la ilaha illa Allah. Zoti është I madh, pash Allahun, ndonjë të cilët janë shpirtat të tonë. Shohim njerëz që edhe të vorrezat ku shkojnë. Pash Allahun, nuk ju dridhet zemra e tyre, madje nuk kujtohen fare, madje nuk e dinë që një ditë edhe ata do t'ja dorëzojnë amanetin Allahut Azza wa Jall. Andaj o vëllezër të nderuar, ky kapitull është shumë I rëndësishëm në jetën e muslimanit. Ky kapitull o vëllezër të nderuar e ka zanafirin e tij që në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ishte në xhami, edhe o vëllezër të nderuar kur hyn në xhamin e tij, ndëgjon një prej sahabëve duke lexuar Kur'an dhe I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse në momentin kur ky sahabi e shef pejgamberin alaihi salam, heshte në pushon, I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ant, o ti që po lexon, ikra, I thot ja Resulullah, ikra wa alayka yunzal, atë lexoj e Kur'ani zbret mbi ty. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lexo se kam dëshirë të ndëgjoj, të më zbutet zemra në Kur'an. Lexo se kam dëshirë të ndëgjoj, të ndjehet zemra ime për një gojë tjetër Kur'anin që lexohet. E kur erdhi ajeti kuranor, ku thot Allahu subhanahu wa taala në surën Nisa o Muhammed, me të gjithë ummetet do të sjellin dëshmuesit e tyre, profetët që ju kemi dërguar, dhe ty do të sjellin dëshmues për ummetin tënd. Allahu akbar. Dhe në fëtëjnë, filloj duke qafë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse zemra ti u prekin nga këja jetë kuranor, do të qajë për me, o tashë të dashë të mi, do të qajë për me, o gjematin ndëruar, do të qajë për umetin e ti, o gjematin ndëruar, sepse do të dëshmojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për imanin tonë, do të dëshmojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dinin tonë, do të dëshmojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për traditën tonë profetike, do të dëshmojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij. Andaj zemra e tij u lëndua dhe vazhdoi duke qajtur. O vëllezër të nderuar, nëse e shohim jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, momente të tilla ka sa të duash të mbushura plot dhe këtë trashëgimi ja u la shokët e tij. Dhe o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë sabat të bekuar që nuk mundi dot me dalë me një prej muslimanëve në këtë sabat të tij. Tha murru Aba Bekr, ja umu binas, ordëroni Ebu Bekrin që të dalë të prijem namaz për gjematin, se gjemati e priste me dalë imami ty në Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, kam bëtë tjerë nuk e mbajtën dot, trupit I lënduar e tratoj atë sabat, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundi do të jetë prezent, dhe tha murru Aba Bekr, ordëroni Ebu Bekrin që të dalë dhe të prijen në namaz të muslimanëve. I tha Aisha, vajza e tia, I tha ja Rasulullah, Ebu Bekrin do me nxjerr imam për gjematin. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namu Aisha, po, marru Ebu Bekr, ordëroni Ebu Bekrin që të prijen namaz. I tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, inna Aba Bekr rajulun buka. O I dashni Zotit, pejgamberi, o I dashni Zotit, dëmë me qitë imam me Ebu Bekrin, pra Ebu Bekrin se të prijem në Kur'an, se të prijem namaz,
nuk din, nuk e kupton se që ato prej qartës madhe që bën Ebu Bekri në namazin e tij. La ilaha. Dhe o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jeb Allahu rasule ila Abu Bekr", nuk do Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të krije për besimtarët vetëm kjo zemër e cila qanë sa herë lexohet Kurani fjala e Allahut. Mërë Abu Bekr, të dale Abu Bekr dhe askush tjetër përpara tij. E o vëllezër të nderuar, e Yurwa al-Umar radiallahu anhu transmetohet prej Omerit radiallahu anhu, krisit e muslimanëve, farukut e këtij ummeti, të egrit të këtij ummeti. O vëllezër të nderuar, nëse marrim të shohim jetën, aspektin e Omerit radiallahu anhu, në forcinë e tij, në trimërinë e tij, thua nuk lind më nëna. Omer radiallahu anhu, trimët më të metin nuk ka pa, se Omeri radiallahu anhu, kanë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka pa dua, ka thënë: "O Zot, izë Islam, o Zot, krenoj Islamin me Omerin." Dhe Allahu azza wa jalla zot Omerin në Islam, ja boni kabul duan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sa ka donte trimërinë e tij, e donte zemrën e tij loni. Ama o vëllezër të nderuar, Yurwa anhu transmetohet se Omeri radiallahu anhu I ka pas bulugina në sytë e tij deri në fund të faqeve prej të çajtës së madhe që bënte Omeri në namazin e tij. Prej të çajtës së madhe që Omeri bënte në namazin e tij, lëkura e tij ishte në zije dhe u dallonin qartë dy rakatë e lutjet e Omerit që bënte në namazin e tij. E o vëllezër të nderuar, kanë në selef, ka pas për parëve tonë, që I kanë nëmën si shumë këti kapitulli, dhe rakaj, I kanë zbut zemrat e tyne në Kur'an, I kanë zbut zemrat e tyne në punët dhe veprat e tyne, sa që thot njëri për tyne, kunna në të haqëm, jemi habib në Abdullah ibn Mubarekun, djetara I, djetarë të tjere, I dishëm a I, të dishëm të tjere, ama fjala e tij ishte si me ngjit me zëmë, si me ngjit me vinorin. Kur fliste Abdullah ibn Mubareku, të gjithë fjalët e tija përshkruajnë trupat atyre të cilët e ndigjonin atë fjalë. Një natë prej neve, ndërkohë që ishim në rrugë në Abdullah ibn Mubarekun dhe në zumin natë tek një shtëpi dhe zum vetë atë natën në shtëpi, për një moment u shua këndije që ishte ndezur. Për një moment u erësua dhoma, u ngriti Zoti I shtëpisë, derisa të sillte për me ndez këtë kandil. Dhe kur erdhi drita u ndes kandili, e pa Abdullah ibn Mubarekun që kishte ulur kokën e tij dhe po çante me të madhe dhe I thanë: "Ja Abdullah ibn Mubarek, o Abdullah ibn Mubarek, na dhe I pëkip se po çante." Tha kujtova e rësirën e varë, la ilaha illallah. Kujtova e rësirën e varë. Dhe thot këtë transmitues I kësaj historie, thash në vete, kjo e ka bo Abdullah ibn Mubarekun, që fjala e tij të ngjesen popullushëm se sa fjala e tjerëve, dhe mëshmëria dhe frika ka që Allahu azza wa jalla. Bel kanë minhum, ka pas për atë në vëllezër, që zemrat I tij ishte gjithmonë në zbutur thot për vetën e tij. Hafaltu hafra, kam hap një grop në fund të tokës atje ku kam pas. Kam hap një grop në fund të tokës atje ku kam pas. Dhe sa herë që I shifsha se dynjaja kene jep një valej, dynjaja nuk ka përcente në zemër më shumë se sa hereti, shkoja hija për kjo grope varit dhe I thosha filan, o filan, vetës mene, o filan, mos harrosi një ditë vallahi të t'jesh pjesë e këtij varit. Derisa më zbuste zemra, nuk dilja për atij varit. O vëllezër të nderuar, bel kanë minhum, ka pas për atyre të cilët, kur janë pyetur si ka mundësi, ka shumë zemra jote e do namazin, ka shumë falesh,
ka shumë ti përshëndrosh, ka shumë ti nuk e hup namazin, në filesh, po të janë për farzin, prej drejtë deri në 100 prej aqami deri në aci, shkon të ushe, dhe mos jaci deri për sabah. Në namaz, i thëmë, si ka mundësi, falish ka shumë, sepse, kur vita jetët e gjenetit, e vetë gjenetit në dorën e djatë dhe thëmë, ja, Rabbi, gjani minhum, më bë prej banorëve në gjani minham, më bë prej banorëve në gjenetit, dhe kjo me jepë kurarë, që të falem, deri sa vita jetën e gjenetit, dhe i thëmë dhe vetë gjenetit në dorën e mërë, dhe thëmë, ja, Rabbi, po Zotë me largo prej ti, më mbrot prej ti, dhe kjo me jepë kurarë, deri sa në namazin në të cilit unë jam. O vëllezër të nderuar, belkele minhum, ka pas për atyre të cilët o vëllezër, kanë kërkuar që të kputet këmbë e tyre. Kanë kërkuar që të kputet këmbë e tyre. Dhe i kanë thonë 8 orë, 9 orë, do të rish në gjendje kome. Ka thonë të ri 8 orë të përmend Allahun, la ilaha illallah. Nuk e kanë konceptuar ato që në nejtë 8 orë, 9 orë, pa përmendë Allahun në zëmgjep. Ja, Rabbi, që se ka gjuma, dhe në kujtin shokët e mi që da e parë gjuma, se në haram edhe gjuman, Zotin në falë të Rabbi. 8 orë, 9 orë të në nejtë pa e përmendë Allahun, të vallahi jo. Po si një bon, të kur të lidhen në namaz, atëhere më shkëtë në kamë. Dhe mas i ka vonë selam, ka benedikt për e, ka thënë prej kamë, se kur hynë në namaz, ajës nuk mëndon të më asë për dënjo, asë për kur që tjede, ishte i lidhë në namaz në qitë. E o vëllezër të nderuar, babë Rakaj, kjo derë madhështore të cilën neve, e kemi lënë mbrapa dore, hafën e Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka nxit ne që të neve të japim rëndësi kësaj deri, këtij kapitulli. Kuntum anhaakum an ziyarati al-qubur. Kuntum anhaakum an ziyarati al-qubur. Fazuruha fa innaha yudhakkirukum al-maut. Jo pa të ndaluar vizitën e varreve. Vizitoni varret e pejgamberit alayhis salam, sepse varret ja u zbusin zemra, ja u kujtojnë ahiretin. O vëllezër të nderuar, o xhamat të nderuar, vallahi, billahi, thumma Allahi, ajo zemër e cila zbutet në Kur'an, me këshill, fa inna dhikra tanfa al-mu'minin. Kujto Muhammed, por kujto pejgamber, se për kujtimi ju bën mirë, ju bën dobi besimtarëve. E ajo zemër që përkujtohet, ajo zemër që dridhet, ajo zemër që e ndjen Allahun, ajo zemër që e ka frikë Allahun, ajo zemër që e don Allahun, që e don pejgamberin alayhis salam, që e don këtë din, që e don besimtarët, ajo zemër kur nuk do të tradhtohet inshallah me imanin e saj, ditën kur t'i dalë Allahu azza